duhet t'i kthehet LDK-s digniteti. E ka humbur pusollën ndega LDK-s Malishevë, po këto fatkeqësisht e ka ndihmuar dhe niveli qendror. Unë tash do të funksionoj si i pavarur, por në anën tjetër insistoj edhe do të jem pjesë asaj që në Malishevë domosdoshmë duhet këtë ndryshime brenda Ligjit Demokratik të Kosovës dega në Malishevë. Për shkak se shumë në ndeg nuk janë as funksionale. Duhet t'i kthehet LDK-s digniteti. E ka humbur pusollën ndega LDK-s Malishevë, po këto fatkeqësisht e ka ndihmuar dhe niveli qendror. Pse e thënë niveli qendror? Pse e ka ndihmuar se unë thash, një grup i cili ka bë koalicion me nismet social-demokrate jashtë LDK-s, jashtë degës. Ata kanë qenë një uri për këtë çështje. Edhe sot besoj që janë një uri për gjendjen çfarë është. Me çu listën me 25. E mos me pranu njerëz që bojnë kërkesa më fut në listë, a përshë prioritet LDK-n. Po. Shtinë dytë një fshate që shikën shtinë bojtë, kanë mujtë edhe nëse zë më shku dy. Çka ka pas të keqe këto? S'po ku më plësu numër? Po normal, bënë 30. Po të ke shku numri 30, Rahim Urina s'ka pas çka me thonë. S'ka pas, a plësu, s'ka pas vend. Edhe ki qenë ma herët, kanë mujtë me thonë, kanë gjetë arsye, forma, mënyra të ndryshme. Po që realisht as përgjigje nuk më kanë dhënë. Edhe kanë qumë 25. Kjo është e pakapshme, e pakuptueshme. Ka në ndeg plot që janë pa përfaqësuar. Ka plot. Unë e thash edhe një herë për këtë Fetarudi nuk është dashur më anashkalu. E thënë që edhe Fetarudi është anashkalu. Është anashkalu se nuk është ftuar me debatu për listën. Është ftuar nga kryetari i degës, sipas Fetarudit, është ftuar nga kryetari i degës e i është thonë bënë një emër. Nuk është luta domihijas, çka mendon? Shtu në këtë formë ka funksionu kjo degë sot që është e LDK-s. Prandaj përsta vetë përpilimi i listës është le me kuptu se nëse s'ka i vetë e ka shti vajzën, nëse s'ka i vetë e ka shti bashkëshortën. Ki plot raste. Jënë 4-5 raste që i kanë bashkëshortet kandidate. E duke anashkalu në ndeg të tëra. Prandaj nuk i di ku mund t'jetë ai sukses. Prandaj kjo më ka shty që me ju fut kandidaturës pavarur, edhe unë besoj që kom i arrit qëllimin.